Prej më shumë se 20 vitesh fermieri Edmond Kollowi merret me kultivimin e kivit, një frut që vitet e fundit po gjen gjithnjë më shumë përdorim në tryezat shqiptare për vlerat e tij ushqyese dhe shëndetësore. Në plantacionin e tij, puna vazhdon çdo ditë me përkushtim, ndërsa në këtë periudhë ai është angazhuar me procesin e rrahumit të frutit, një proces i domosdoshëm për të garantuar cilësi dhe prodhim më të mirë. Sipas Edmondit, kivin e bën të veçantë jo vetëm shija, por edhe përfitimet e shumta për organizmin. I pasur me vitaminën C, antioksidantë dhe minerale të rëndësishme, kivi konsiderohet një nga frutat më të shëndetshme, duke ndihmuar në forcimin e imunitetit dhe përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm. Përvoja shumë vjeçare në këtë sektor e ka bërë Edmondin të besojë gjithnjë e më tepër tek kultivimi i kivit. I kënaqur nga rezultatet e plantacionit dhe kërkesat në rritje për këtë frut, ai shprehet se në të ardhmen synon të shtojë sipërfaqen e mbjellë duke investuar më tej në këtë kulturë bujqësore me potencial të madh. Të nderuar teleshikues, sot ne kemi ardhur në fshatin Qestie, bashkisë Belçit dhe konkretisht në fermën e zotit Edmond Kollowi, i cili ka një blok me kivi. Atëherë, këtu pranë kemi zotin Edmond. Sa dëlym keni miell këtu dhe kur i keni miell? Po bëj kam gati 3 dëlymë gjys. Një dëlymë gjys e kam tani, janë 5-6 vjeçare, kurse të tjerat janë mbi gati ke 20 vjet. 20 vjet. Ku i keni marrë? Si u erdhë ndërmend që të kultivoni? Kam netur jashtë, kam netur në Greqi, kam punuar në bujqësi, kam punuar ke kivit. E tim lindi ideja, në fillimisht mora 4 ronj, i provova dhe molla ke toka ku ishte toka më e keqe, për t'i provuar. Për të dhënë, për të provuar, po? Më dhanë rezultat, t'i vadisje shumë rrallë të shikoj për provë më shumë, më dhanë rezultat. Pastaj mora analizat të tokës, fola me një agronom grek, më kërkoj analizat të tokës. Për analizat në Greqi, toli më rezultuar pozitive. Me tregusët. Me tregusët të tokës. Po. Edhe kështu që u futa. U futa edhe i molla. Po i molla, po në fillimisht prap se kishe shumë dëshime nga vetë. Jo prodhon si bimë dhe ka dhe një veti që nuk lef mrapa, mund të bëhet si bimë dhe mos lef dhe kokë. I molla, 3-4 vjetë para nuk... Të 3 dëlymë gjys i mollë për heri, Jo, 2 dëlymë. A mollë 2 dëlymë herë? 2 dëlymë njerë. Po? Dhe 3-4 vjetë para nuk i bërë edhe shumë punë që ishin në dilemë akoma, do bëhen apo jo. Se kishit... Nuk ishe i vendosur. Po më dhanë rezultat që fillon prodhon, pastaj u futa... Në atë kohë me sa di unë nuk duhet këtë pas njeri kivit me përshkata. Në zonën tonë, me sa di unë, në zonën dëmres kanë qenë të parat që kanë ardhur. Edhe kur i kanë punur, duhet të bëhet dokumentat për NIM, që në... E zhëbëreja. Në atë kohë. Do shenë certifikat ku ke marrë fidanët. Këtu në Shqipëri nuk ekzistoshin certifikatet tjilë. Certifikatet. Mara nga Greqia, pastaj. E punë e bonat. Bonë letrat. Ja, nuk bëra letër fare, nuk e tanoshti. Nuk ishe certifikat garancie. Nuk ishe certifikat garancie. Se s'prodhoti njëri këtu në Shqipëri? Pare, me atë kohë jo. Nuk e di nga zona Lezhës, atje më padaton që Lezhë Shkodër. Spada Vajder, atje, qarës zona jonë këtë për qarës, në fjerë stegje janë si danishtë dhe mëja, nuk kanë ardhë, nuk ka pasur. E kështu që pastaj, dhe zoti, mashallah, kanë hecur mja. Ma i mollë me forcat tuja? Me forcat e mja, qëtë gjo me forcat e mja, bilës një dëlymë kivi kushton vete ke 4 milion lek. Me këto... Shpenzime me të gjitha, me fidane të vesh në punë. Me rekonstruksionin me gjitha, ha? 4 milion lek të dëlymë. 4 milion lek të dëlymë, si punë serave. Si punë serave. Me plasmasë. Po. Po,
Ti ke përvojë, përveç se ke fitu përvojën këtu për 20 vjet, po duke qenë se ke punuar dhe ne, domethënë ke ardhur me një farë përvojë, apo jo? Po, me një... Për krahasitjen, për rrallimin, për ushqimin, për llojet e gjërave që përdor. Biles edhe tani flas me një agronom. Po? Grek. A vazhdoj që të komunikosh, ha? Vazhdoj me atë, biles. Të qova një foto, më ka dhënë një rrugë me dy rronje ty. Edhe vazhdoj komunikimin me atë. Çdo gjë. Çfarë smundjesh kryesisht kanë këto? Këto i bie nematoda. Nematoda, po të veshëre, do shohin, tak. Dalem edhe më lart, i preku, më ka prek nematoda. Në shumë rronë këtu. Ke gjetur ti vetë nematoda? Po. Ke gjetur, ha? Gjetur vetë. Ajo e brenda tu në hatë. Jo, nuk e ha. Nematoda është një krijon ke qimet frice, krijon një kokër si kokër patate, si kokër gruri. Si punësisti. Ajo është, edhe nuk e le që të zhvilloj. E bllokon. E bllokon direkt ushqimin edhe fillon. Po, për shembull në Iran, kishte shumë nematoda? Po, Shumë nematoda. Shumë nematoda. Ka pasur shumë këtë biles të këtu ma... Ja dhe rranja atje tani është... Çfarë rekomandimi ka dhënë për ta luftuar? Ka ilaçe. Ja bën këtu. E het me ujë, në rranjë. Në qëllim që të vej helmi atje të vej ajo. Ka qenur ne makurin kohë që përdorin kësera, tani është ndalur e ka ilaç tjetër. Ti e përdor këtë lloj ilaçi të tjera apo tani nuk i prek më? Jo, fare, nuk i prek. Kur ta shoh që ka shfaqje në metode, çfarë shenjash? Apo fillon vysh? Fillon tharjen e gjethës. Po? Gjethë, gjethë. Pastaj fillon fishtet komplet. Edhe ti e dallon që ka këtë. Duket. Po, për prodhim, sa prodhim ke marrë gjatë viteve me këta 4 lëmë? Një mesatare ka vajtë, 7-8 ton, 7-10 ton dhe fital. 7-10 ton, dhe për lëmë 20 kuntal. Po. Me çfarë çmimi i keni shitur pravësisht? Çmimi varet. Çmimi ndryshon. Nga 400 lek, deri në 1000 lek. Ama si mesatare të ke 700. Ke 700 lek. Ja 700. Nuk është... Ke leverdi, e? Pema... Gjdo pem, jo kivi. Po? Gjdo pem ka... Ka leverdi. Ka leverdi. Po gjdo pem do punë në vetë. Qa plenë është përdor dhe i prosisht për këta? Unë vit për vit nuk përdor një lloj pleu. E ndryshon? Ndryshoj. Po? Kam filluar nga 3-5 mëjta, 3-6 mëjta, 12-7 mëjtën, 22-24, që... Nga të ndryshme, me qëllim që të balancohet. Asnjë vit nuk het një lloj plehu. Po, sa përdor mesatarisht në i bim? Një bim 1 kile përdor. Një bim 1 kile, në të mosh? Nuk ka nevojë më shumë, pastaj do dhe gjatë karikimin, gjatë beharit. Gjatë vegetacionit, po? Do 0,25 tani. Do patasin. Po. Patasi është 300.000 lek kvitali. Po, është shumë, a i pluhurit bardë, Po. Si punësit tjetë. Çfarë shërbime si kryeni kivit ju, që nga dimri fjera vjen? Fillojmë krahasitjen dimrore, Po? pastaj i lidhin, bëjmë lidhin, e bëjmë lidhin, kush do, bën kush do, po bëjmë lidhin nga ana e erës më shumë që mos të vëllëstar. Fillojmë rrallimin. Edhe pastaj bëni 2 rrallime? 2 varet, 2-3 rrallime varet, se të shikosh. Po rrallimi kryesor është ky që bëjmë tani, që duket çdo gjë shumë pak ngel për mrapa. Për krahasitjen dimrore, me qenë se kjo është kulturë e re për dumren, e jotja jo, po për të tjerët. Si ja kemi këtë pemën këtu. Krahasitje dimrore këta, kemi këtë pemën. Keni lënë këto. Sa gjatësi i leni këto
Tema sa llastari sa më gjatë aq më mirë. Pa, le të jetë i gjatë, Sa më gjatë aq më mirë llastari. Pse është? Ka një veti që prodhon nga gjysma e lartë. Ta shikosh ti vesh edhe këtij llastari ti poshtë, nuk ka. Nuk ka. Ja tjetër e lartë, nuk ka poshtë. Nuk ka. Ti vesh re nga gjysma e lartë prodhon. Po ta presësh skutër, përsëri nuk do ketë atje? Nuk do ketë shumë pak. I ke bo provë? Po, provat jam I ke bo provë. jam provë. Po. Bilës ja, këto jam për vitin që vjen. Sa më afër trongut, ky është llastari i fuqishëm. Ky mund të vej 4 metra, Ky. 5 metra. Po. Po, Te, kështu, herje që themi ne. jo, nuk Verori nuk aplikohet, ë? Ja kjo për shembull, kjo këtu. Këto nga trungu poshtë jo, nga trungu, nga skela poshtë nuk i le. Edhe këte. Jekin po. Këto nga trungu poshtë. Ka është Pra bon si për lart, po bon bën një pastrim. një pastrim i lehtë. Trungu. Era. Po, era. Kurse ta jam këto lart tani nuk i prek. Nuk i lut. Nuk i luj lart. Sa do Trungu. dendër të jenë? Dhe tjetë aq më dendor aq më mirë. Se të manë edhe Po. kokën hije. Besoj se gjatë dimrit pastaj i bën ai rrëllim apo jo, ha? Këtyre degëve kryesore? Po, hiqen, do ngelin gjithë kush është llastari më i fuqishëm, kush është Llastari me i me i gjatë. plot, me i gjati. Për shembull. Ja, kjo ka pasur, edhe kjo nga nematoda ka qenë prekur, jo, dhe kam prerë. Po. Bilës i kam lënë edhe këto që kanë dalur, i kam lënë për të zëvendësur. Se kjo nxjerr vetë kjo? Ja, Domethënë nxjerr. nxjerr po i punove, Po? ranje të pritet ranja. Se kjo më tepër se kanali nuk ikën poshtë. Për shembull, sikur me dash me shkurt edhe me miell vend tjetër, e miell? E mirë, E shtot. është mjaft është. Ajo ti. Po. Ajo, jo ke vogla, tjetra më tanë. Edhe ke vogla, po Pra ke bo shtesën e kam këtu. po shtesën vetë. Po. Vetë kam po shtesën. Ja dhe ajo atje ka zgjerë. Po, kam qenë. Do Dhe pritet, pra jem të shprehur kjo këtu. Kjo ka zëvendësur, kam gjetur vetë. Po. Ja dhe kjo tani, shikoj ka lështuar edhe poshtë. Po, do pritet. Po. Ka ngelur shumë. Mi thënë, rrezik vitin që vjen. Po, vitin. E heq vjen. këtë, E hiqet, kjo do Tu heq dhe- këto. Edhe këto, kjo do hiqet. Po. Po, gjitha. Qa ka këtu, dhe një dhe të lartë kjo. Po. Dhe një dhe të nga të e lartë. E kjo pastaj hyn prodhim kjo. Po. Që kanë prodhim ja llastari gjatë. Llastari gjatë Llastari gjatë që sa ka lëshu. Llastari gjatë. është shumë bukur, pra shikoj, nga këtu e këte, Po. nuk i shon. Edhe këto që dëlshoj këtu i ka për mot, ka zëvendësimin e krasitë të mot. Sipas atyre që ke mësuar ti, që ke mësuar edhe në Greqi atje. Dhe sa vjet mund t'i mash këto? Se për jetë gjatësi mund të kenë ato, po sa mund t'i mash i japin prodhim. Një grek, atje ka mjellë qështë në 68. Edhe i ka akoma. I ka akoma, i ka shumë të fuqishme akoma. U ka bon e rekonstruksion kështu ai. Po. Po kush të delë, se edhe tje ka boshllëgje, ka e pe. Pra kur vjetrohet, që fillon vjetrohet dhe nuk jep prodhim ajo, Jep pritet. po si të gjitha pemë tjera Gjitha pemë që tjera. bëjmë atë rekonstruksionin. Tani, këto thuhet që, sipas teknologjive, thuhet që kërkojnë shumë ujë. Ti ujë besoj merr nga çestia. Po, Si i vadit? Dhe kur e fillon vaditjen e parë? unë do kishin qelur, se kemi gati 2 muaj që s'patron në shi, Po, i kam vaditur 4 herë. i ka Do t'i vadit. kishe vaditur edhe qik më shpejt, po kohën e kinjo do bjerë shi, ka vaditur 4 herë. Ti vadit me gropa këtu? Jo, Si kam vadit? bërë me Apo ke sistem sistem vaditje. ujë? Ah, Me sistem po. vaditje, po. Çdo gjë është. Sa litra ujë? Këto I jep. në bahar ke 200 litra ujë. Do për më nga ditë. qershori. Po, na qershori varet edhe më shpejt, varet se të marri koha. Dhe korrik. Tjeri, Edhe gusht. deri ditën sa të vilet, edhe kur vilet, në qoftë se ka thatësirë prapë, Sa periudhe vite ndo? unë zakonisht i kam pjelur në fund detorit. Në fund detorit. Para kam pasur kërkesa, por nuk e vjel. Se do të marri 1% e sheqeri.
Po që Kivi. t'jenë dhe tonë. Tjenë dhe tombla. Këto ku kam vajtë për cilësi, është edhe toka, toka jonë i boni që ka tjetër cilësi. Ka përqinë e sheqerit shumë të lartër. Sa i vete për një sheqerit, kam bona i madhje? Kam bërë, ka ardhur një tregtar, kam prunur këtu, ka bërë matin, kështë vajtë një plantacion tjetër, edhe kështë matën, tonë dhe t'i vilë ai. Matë tje ishte shumë ullët pranë meje. Sa ishte për shumë? Nuk me tregoj. Erdhi mati këtu, edhe këtu si tregoj. Je shumë ullët i tha. Nuk i tregoj. Po, zakonisht unë e dalloj këpuz dy kokra, Po? edhe i le, për një javë. Që të sjullë, jo të sjullë, të zbutët. Ajo fillon e zbutët, e bëj me mollë që të zbutët shpejt, po kur nuk e ka marrë përqindjen e sheqerit, ka një aromë të keqe, ka shumë aromë të keqe. Nuk e ka atë aromën që ka kivi. Si puna e domateve, kur vilen pa pjek, shkuqen me zorë. Shkuqen me zorë, kjo nuk e ka dhe. Është shumë pemë e veçantë, shumë pemë e bukur. Ti e provon, para se ta vjetë, si e provon? Vetëm kështu provohet. Vetëm kështu, Po, pavarësisht unë nga ajo që kam punuar dhe ne dhe i di me data ku fillon. Po. E di me data. Po, në këtë moment, çfarë operacione shkryen? Tani sot kam filluar rallimin. Po? Rallimi dorë parë, edhe është me domosdoshmje. Pra, ky moment është i përshtatshëm për rallimin e këtyre. Po, është shumë e përshtatshme. Pra, nuk ka qenë lulja. Jo, nuk ka. Është vetëm si tip gonxhe. Po. Si e rallon ti për shembull? Tani heqim kokrat e çrregullta. Do na japësh ke i bim që nuk e bën rallim. Ja, këtu s'kemi bën rallim fare, apo? Ja, edhe këtu kemi dy kokra. Pret ta. Ja, kemi dy, do heqim njërën. Këtu kemi 3 kokra, heqim 2 lëmë të mezit, gjithmonë. Këto janë, ja, ku janë këtu. Edhe këtu. Po, këto heqen, tani duket shumë kullaj, është shumë edhe kur sim kohë, Po. edhe e shef më mirë, bën punën më të saktë. Ja. Duket, çdo gjë duket tani. Kurse më vonë për një javë mushet shumë me gjelbrime dhe nuk e shet të gjitha. Domethënë, ja kjo që është Po. 3, pra këto janë 3. Edhe kjo 3. Po. Atëherë ti heq këto 2 Të dy ansorët. Me fjalë dhe le të mezit. Po. Pra i lejmë të forë. Po. Këtu janë 2, hiqet gjithmonë kjo ansorja. Po. Arrin gjithmonë qendra. Dhe gjithmonë qendra. Qendra, po. Tani iku ky moment. Kemi dhe kokrat të shregullta. Po. Kokrat të shregullta kemi këtu plot. Sta kjo? Është që rallu këtë. Jo, nuk është rallu, kjo është pa rallu. Ja, rallohet shumë kullaj, po janë edhe kokrat e çrregullta. Kjo është i qyrë zotit nuk paska. Nuk paska që qyrë zotit. Hiqen të çrregullat. Po. Tani, përveç kokrat çrregullta, ja ku ka këtu. Po. Ja ku është. Kokrat çrregullt. Kjo është çrregull. Po. Sa ndodh kjo që është çrregull? Kjo nuk ka formën e bukur, formën e si duhet. Këtu kemi shumë. Ja, këto janë kokrat e çrregullta. Nëse vinë këto çrregullime. Ka vetë, këto janë kokrat më të çrregullta. Kokrat të çrregullta. Këto i hini gjatë rallimit, Gjatë rallimit, po. Po. Po ka shumë kështu kokra çrregulla apo nuk ka? Varet nga bimti, shiqysh zotit ajo nuk pas, ka bim që ka shumë, ka plot. Po, duhet të ketë krematan ka shumë kokra të çrregullta. Ja ku ka këtu. Ja.
Edhe në lullët duket ase. Si e ka punu lullët. Është... Si e lagra me dy kokë. Po, ja. Tekstualisht. Është shumë... Këte nuk e merr as tregu edhe... Se kjo da bëj frutin të shregu. Po, e bën në formë rrethori. Po, në formë rrethore. Formë rrethori. Kështu konsumohet kështu. Po, konsumohet. Biles Po që nuk është... Për të hangur, shumica tani edhe në Greqi ku ishim, ato që kishin një lloj vit, marrin këtë lloj kokre. Pra, kjo ka të keqen se nuk është e bukur, po është e shishme. Kjo ka shijen më të madhe, kjo është kokra më e mirë, faktikisht, po tregu nuk e njeh, këtë lloj. Interesant, ja. Është kokra, biles unë kur ralloj tani kam lënë se kam shumë fshati do nga këto, që porosisin, në porosisin gjithmonë do po. Është shumë ka tjetër shije. Tani përveç këtij rrallimi, bën ne rrallime të tjera? Kaloj edhe një kur lidhin kokrën, ku vetë kokra si afërsisht si kokër kajsie. Po. Edhe në të vogël. Qa hikni aty? Edhe ti qa ka ngelur, qa nuk ka kapur syri ke këto. Qa është ma e vogël? Qa është ma e vogël, të dihet ajo. Të deformuar aty e keni harru herë në parë. Të gjitha po, këto janë. Këto janë, pra i boni kontrole të vazhdueshme, ha? Kontrole, po. Ti ke 3 dyllë me gjysë tu, ke kultura tjera bujqësore? Unë kam rigon. Po, sa rigon ke? Kam gati ke 5 hektar rigon. Gëgja, 5 hektar. Po. Tokën me qera? Të gjitha tokat me qera. Vetëm këtë kam tokën time. Po ulli? Ullin kam gati 400 rangë. 1 hektar i gjysë. Po. Po, blegtori, keni? Blegtori kam një lopë shtëpi për vete. Për nevojat tuja. Për nevojat e mia. Po? Molla këtë vit e 2 dyllë me gjysë pjeshk. Nuk e di si do... E pasi, të më thënë, gëgja ferm. Po me qëfar i përballon gjithë, se kërkojnë forca pune? Tu jemi qik shumë vështirë ke forca dhe punës. Këtu ke kivit merë punëtore. Nuk ka marrë punëtor fare, se shumica nuk e din. Nuk e din, vetëm kur vjelt ka marrë punëtor. Po? Kurse punë tjera, futa një vit, marrë një... Doshmërisht t'i krasisje, e shu nuk kishe kohë, nuk premton me koha. Edhe kur shikoj mrapa, do këseva prapë, e krasita. E krasita. E krasita prapë. Peme tha, 5 vjetë ta mos përdora si logë shronë, tha. Sa më shumë gjelbrim do kërkoj, dhe i ka gjelbrim pema do kërkoj poshtë. Po, atërë unë do të bëj një ndërhyrje të vogël këtu. Nga përvoja që kam, nga trajnimet që kemi marrë, nga bashkëbisedimet me shokët, me gjitha këto për krasita. Kjo është e vërtet që sa më shumë të rritë të zhvillohet pema lartë, aq më shumë zhvillohet sisteme rrënjore. Rrënjore, po. Por, normalisht, ku kemi qenë një takim atje, ishin këto të Vlorës, Instituti i Vlorës që merret me ullirin, janë mjeshtra ata. U kanë ndjekur. Janë mjeshtra ata. Edhe kishim ullirin të vegjël, edhe ullirin të mëdhenj. Edhe ke ullirin të vegjël, derisa vjet do rrim pa krasit, ishim shumë specialistë. 3 vjet, thonë. 3 vjet, 4 vjet. Unë bona një ndërhyrje. Urdo, sa shumë shiko. Unë mendoj që nuk duhet më krasitje për këtë periudhë. 3 vjeçare, 4 vjeçare. Por, duhet më korrigjime. Kush janë të korrigjimet? Qofse mu ke ulliri, ose ke i pem tjetër, me del ide këtu në fund, unë da presë da heq, sepse kjo me merë fuqi, nësi pune kanalit, që vjen kanali me ujë, ma thënë tu gojsa, nga trungu poshtë, nga trungu, nga kurore poshtë, do bëjë ndërhyrje së zbonë. Do bëjë ndërhyrje. Pra, shkurtimi është krasitja. Qetë janësore, me i fjallë, janë të pincimet e leta që bëhen pemës. Me qëllim që ajo mos ma devijoj drejtimin që ka. Për të lloj punë. Pra, si që theni ti që, në ma që ke trungu. Nga trungu poshtë bëhet ndërhyrje, nga trungu lartë. Edhe e keqja tjetër është dhe kam pa ullinjstat atë dumre, se keqja është se nuk i kanë vënë trungu ullirit. Kam pa edhe në internet, po e kemi po dhe në shkollë, që në momentin që do fillosh ta pastrosh trungun,
do të alosh 80 deri në 90 cm me i kallëm, të gjitha ato poshtë hiqen. Hiqe. Që të krijohet trungu. Krijohet trungu. Ke ne kemi ullinshë që kanë dalë degët që për dhe, Qësh. si pun shege. Po. Që edhe shega sot duhet rritet, me trung. Faktikisht ka të bëj edhe fidani ku neve një marri. Të gjitha këto këtu i marrë këtu. Edhe tegrin e ka shumë poshtë. Ajo të është masur me dhe, e mandarinatë. Po. E egra ka qenë gati 1 metër, më lartë. Sërtesa. Po. Ka qenë këtu. Shka, prune i diçka që duhet me të vërtetë, më thonë. Qa bën një pjesë që prodhon fidan. I shërtojnë afër fundit. Një po kur i nushin, pasaj me dhëja ta, me kubikun. E shërtesa është 8 ml kubikut, dhe ti kur da mjellë që i dytëru ta mjellë rash me kubikun. Me kubikun, po. Mi po molle rash me kubikun ti, ajo nuk hënë thellë. Nuk. Ajo kërkon ujë 3-4 vjetë para. Vetëm rronja që quhet e egër, po prapë. Ata që shërtojnë më lartë, që shërtojnë këtu në këtë nivel, ke mundësi që ta futësh kubikun edhe më thellë. Po duke fut më thellë, ajo ka lagështi më shumë më dje thellë, pra nuk thahet kollaj. Se e the tamam djeta që duhet. Më ka pëlqyer vajta mora fidanët i ka marrë në gost kavajës, që kishte. E kishte shërtur pjesë, në kishte shërtur në gusht, i kishte shërtur në qëtë, e kishte shërtur këtu lartë. Që ke mundësi ta mjedhë sa më thellë. Futa thellun ka dalë këtu, po ka ajo. Edhe ka që i kam dhënë kurorën, unë i kam dhënë kurorën bilës ke 1 metër, që e kam ngritur lartë. Gjithmonë do të trung, ja mandarina do ka kodza trung. Ka trupin. Edhe kam thënë dhe këtë gjë që edhe kur e merr fidanin, për shembull, ka 4 deg. Po. I deg ka ik si shtemë si larg. Nuk është gabim që mund ta preç atë deg. Po jo më pritet çdo gjë korrigjon e jep vetë. Para se sa ta mbjellsh, domethënë. Atë. Fidanit ka marrë ullin, kam një varietet korotin, më ka dhënë shumë rezultat. Përqinet vajt është I mirë. është shumë, ka dhënë që 33 kujtali, vitë parë që u fëtë në prodhim, Po? ka dalë shumë i mirë. Edhe shartesa ati ishte shumë e bukur. Pra, shiko, tani ata edhe ata që prodhojnë fidane i kanë marrë dorën, domethënë sepse ka kaq vite. Po. Po në vitet e para që i kanë që i kanë marrë që kanë ardhur në Vlora, nuk e di na kanë ardhur, një pjesë e madhe kanë dështuar mollë. Kanë dështuar shumë jetë këtu me të Vlorës i kanë pasur, kanë dështuar komplet. Kanë dështuar. Edhe si thosh i morëm qafë për 3-4 vjet prodhim. Kjo është tema, kjo është puna më e bukur, tema më e bukur për një njeri që është shumë. E ke edhe si pasion dhe. Po e kam qef, e kam shumë qef. Nuk është. Po çdo lloj peme faktikisht, pema është jetë. Po. Të tregon vetë, të mëson. Ti besoj se mërzitesh, a? Në këtë lloj. Ja. Të gjitha punët mund mërzisin, kurse këte kjo është Fillastari. 4 shokë. Fillastari. Shikoj tani. Si këtë do t'i lesh ti, për shembull, vitin që vjen. Ka shumë dështime, po, ka shumë dështime që nuk kanë qelur. Shikoj tani maja sa ka këtu, shikoj sa ka lidhur, dhe shikoj maja tani, si është këtu. Shikoj. Pra në fund. Në fund, gjithmonë vlet majt. Është Me i fjallë edhe në kjo se për shkutë si shteti, ajo... Nuk do marrës e të prodhim, e të rendiment. Marrës. Për vitin që vjen do shërbejnë këto dhe starë, dhe? Ja, qajnë këta këtu. Qajnë këtu në trungu. Të dhe ajo të dhe higjen të gjitha. Qaj ka trungu këtu. Këto e dhe starë që dhe shërbejnë nga këtu. Po t'i veshëri nuk ka... Po këto dhe starët e vjetër,
këta, për vitin që vjen. Këta di nesh për këto degat e vogla? Jo, do hiqet. Kjo vitin që vjen do hiqet këtu. Ose këtu, Jo, o këtu se varet sa deg ka këte, se nuk I lem shumë nga 30 deg. Do hapësh deg të reja? Do hap deg të reja. Kjo ka shumë për të hequr këtë vit, se pa qenë jashtë. Ka shumë janë. Me fjalë, e marrojnë funksionin për I vit ato? Po, marrën funksionin. Duhet deg të reja? Direkt, ja. Këto janë deg më të... Po, si punë ardhis? Si punë ardhis. Që do hapen deg të reja, deg një vjeçare. Deg një vjeçare. Ato lëqojnë. Të tjerët nuk lëqojnë më. Një fjalë. Këtë rojnë këtu kam zëvënësur prapë edhe kjo në metodë të kënë. Këtu dhe madhë, në rojnë dhe të një jarë. Kjo kam zëvënësur. Sa është raporti I meshkujve me femra, me bimët femra? Po, 11 I kam. 11. I ke plotësuara 11? Unë kam 3 dyshtime. Bilës tani njërën e zëvënësova vjetë, ishe fillu në prodhim. Du edhe 2 tjera. Edhe do të shikoj këtu, do kryoj këto tegrat këtu. Dhe ma nga këtu që jam I garantur, që është e egrë. Po. Do I zëvënësoj. Që ke tegrat do? Ja ku është kjo këtu, aty. Parna e ke lanë kështu të këte? Po. Që të muloj ato sipërfaqen atyre tjerave? është boj gjigande, nga pesha, shikoj ka dipër mund, ka ronë edhe trumu, nga pesha gjigande. Po kështu ta kishe pastruar në tatat, mirë do kishte bërë. E kishe pastruar, po kishe shumë, Apo sem gabim? Jo, kishte shumë lidhje lartë edhe më hapte shumë punë, do prisje shumë njoma. Po, se kanë lidhje ato, po kanë lidhje. Do prisje shumë njoma. Kam bërë një këtu, që kam prerë, të preva shumë për prapë bëra pishmonë. Ja ku kam këtu. Po mi, këto lëqojnë poshtë këto? Po, kalësurja. Këte do zëvënësosh në një vjetë? Do zëvënësoj, atje kam, këtu I kam tamam. Po. Këtu jam I plotësur. E kam tegra dhe poshtë, edhe këtu. Kam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tegra I kam këtu. I kam afur pare. 6 tegra me gati 55 rënjë. Këto polenizohen nëpërmjet bletëve, Po. Nuk e pas problem për polenizimin, Jo, fare. Ka blet në e për qarë ka pas vinë? Ka blet, kemi shequr, kemi këtu, kam këtu latë, kam bletët afër. Kam pas rëdhe vetë, po nuk më ka hecër. Nuk më ka hecër, do punën e vetë. Po do punë ti je si jam shumë I ngarkuar. kivi ke, rigon, pas e goxha, po dhe ulli, po pas e mjedh dhe pjesh. Kështu që ke mjaftë punë, që kërkojnë edhe kra punë. Kjo kam edhe 2 rojnë tjera, që kam qurë foto. Se I ke bërë? Ka frikë. Nuk është mirë, nuk është zhvillim. Nuk është zhvilluar. Ka gjetën shumë të... Pa dallon nga to tjerë, dallon nga to Kam edhe tjera. 2 rojnë tjera ti më dhanë, që janë identike. Po kjo mund të ketë në nematod? Mund të ketë nematod. Da japja do, qosa e do ketë nematod, Për 2 javë da shfaqi po, da japja dhe veprimin. Për 2 javë do... E blokon, E blokon. Blokon sistemin ushqyes. Po. Duhet përdorin ilaçe, duhet përdorin magnezin. I hap në grotë edhe kur fut ilaçin, ja, Në sistemin e vaditis, ja tres me ujë, Po. ja hek latë edhe vadis. Kjo këtu për rënje këtu ka qenë që ka qenë për provë, aty po. Kjo është 25 vjeçare. Ka qenë provë aty, ka qenë 4 vjetë. Kjo. Ka qenë nga ato bim që ke marrë fillim? Po.
Edhe Shkolla prora këtu. e ke shkollë, e ke punu këtu, e? Është kjo këtu, është edhe një tjetër aty më ban. Dy co. Ja, kjo këtu fillon edhe mungesa e hekrit. Ka mungesë hekur, ja? Ka mungesë hekri. Fillon e dalim pak më në tanë, Po? duket Mungesa. mungesa. Pra, hajde shohim. E kam dhënë edhe këtë për ta zëvendësuar këtë, jo? Ku që e ke ka punu? Ja, që një parë, që të kon hekur. Ata një parë këtu. Këtë Mungesë hekur, e? Ka tjera që janë të së fatë për të? Ka dhe të më të tona kam, ja? Ka përqinë lartë hekur. vetëm hekur. Vetëm hekur, e? Të e përdor para vëditës. E përdor hekrin gjithmonë e përdorim hidhët në shofi dritë, në ksham, Hekuri. hekuri. Se, Edhe e kalon ujin pastaj direkt. po pse çaj bën drejta? Nuk e di as në Greqi Bën shumë e ka- oksidim, gërshë. nuk e jep rezultatin. Bën e oksidim. Po. Mase. Ka jam komplet kjo pjesa këtu, nga ajo ranja aty e këtë më kërkon hekur, vit për vit. Tu Ka mungesë hekri këto ka. Ja dhe këtu. Ja, e bëgën ka. E bërë në mësile. Edhe këtu është mungesa e hekuri. Kemi këtu, kemi në katë në defekte, ja dhe katë, jam komplet. Tu gjetë të armë, apo jo, apo shumë besin, qëndror. Nuk tanë, kësaj kjo e qepi ato ndryshojnë komplet. Se kjo nuk, Vetëm kjo mund t'i, ja duket kjo do... se kjo nuk realizon procesin e fotosintezës, se s'ka klorofil. Edhe këto i kena dhuri jam. Jo, nuk kam. Që jabë është do, edhe kjo, edhe lësimin për efekt të saj ka shumë më të rrallë. Nuk ka tres. Jo, jam bim të reja, faktikisht nuk... Qojnë treshe. Nuk qojnë treshe, kanë E kanë vetë si. e kanë vetë. Edhe të kokrat të çrregullta shumë pak krijojnë. Bim të reja. Saj kur vjetërohen po. të këto. Të nderuar teleshikues, siç në ndoqët, ne sot ishim në fshatin Qastie të bashkisë Belësh, në fermën e Edmond Kullollin, ku kultivon 3 dëllim e gjës me kivi. Dhe ka disa vite që i ka mbjellë. Ne më televizionit Belësh TV dhe ne një tim personal si agronom e falenderoj për këtë punë. Faleminderit juve. Faleminderit juve. Jeni shumë mirë pritur. Për herë urojmë për emisionin e ju. Çdo gjë sponsorojmë edhe shumë nga emisioni. Faleminderit. Çdo gjë është e lidhur bujqësia, Atjera. është pa agronom nuk ka, pa në bëhet qefi për emisionet të tilla. Edhe ne si fermerë të ri na bëhet qefi shumë, mësojmë shumë nga emisioni ju. Edhe faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ky ishte edhe emisioni i sotëm. Faleminderit për vëmendjen. Miru takoshim në emisionin e ardhshëm.